Rikthehemi të dashur miq përsëri në She's on Top Club, këtu në 100 FM në kanalin 10 gjithashtu dhe përsëri me vajzat tona, patjetër me Idën, me Engjin dhe këtu kemi Suin, Flavian, Giseltën, Negisën, Denin tonë të dashur patjetër, Gjonildën dhe Deris. Ne do të kalojmë dhe tek një nga momentet e episodit kaluar, i cili ka qenë vajzat më aktive të zgjedhura të juris. Ato kanë qenë Giselda, Flavia, Negisa, Gjonilda dhe Sui. Janë vendosur në një sfidë përpara garderobës, një sfidë shumë e shpejtë e cila është krijuar në studio dhe ato duhet stiloheshin aty për aty dhe me atë kohën shumë të shpejtë që ju është dhënë. E keni pritur këtë vlerësim fillimisht dhe më pas shkojmë edhe tek mendimet e gjëra që ju i keni. Me thënë drejtën... Duke e nisur patjetër. Me thënë drejtën nuk e prita, me ardhi kështu si surprizë. Shiko si bën kohë Gjonilda. Jo, prisi e ti ose prisi nuk e Gjonilda në këtë puntat pas ka vendosur të bëj rolin e Angelit, domethënë më e mira. Jo, më ardhi tamam si surprizë, nuk e prisha se nga që Giselda është. Po pse bie në kundërshtim me deklaratat e tua? Se ti ke thënë që un jam vajza më virale në këtë edicion. Po mirë, tani po thua që merrti surprizë. Unë si Giselda ka dalë shumë puntate se ka bë ecjen më të bukur ose fotografi më të bukura ose cilat janë vajzat më aktive. Po në atë nuk ishe shumë aktive. Po, edhe për ty një ashtu nuk është se jo. Për të tjerat patjetër, keni pritur këtë vlerësim për Giseldën, Flavian, Negisën, Suin? Mendoj se Deni nuk ka prit veten e saj pikë pari, jo? Po në fakt edhe unë kam pritur jetë dhe emrin Denit. Unë shumë veten time duke marrë parasysh se për çfarë do bëj sfida që ishte me stilim. Por duke qenë se u kërkuan ato vajzat më aktive, besoj morën më shumë për nga ato aktive për nga dramat, jo për nga gjërat e tjera. Se unë s'është kam bërë shumë drama gjëra. Deni, ku ka qenë aktive në drama Suhi? Unë s'do mbaj mend çfarë drama shka bërë Suhi, unë mbaj mend gjërat e mia, unë flas për veten time, s'flas për Suhi. Drama tani është hap goja Suhit, se Suhi s'ka bërë. Duke qëndruar pak pozitive, kush mendoni se ka munguar në listë? Deni ka munguar në listë. Për mendimin tënd. E për ju? Ingridi. Po. Nëse do ta marrim aktive nga ana e sfilatës, patjetër që ka munguar dhe Ingridi. Nëse do ta marrim aktive në të tërën, në të gjithë gjën, unë mendoj që ka munguar Denisa dhe Zena. Po, edhe unë nëse japi më shumë se një emër, edhe unë do them Denisa. Unë po them emrin e parë që më vjen, Ingridi. Denisa, pse Denisa? Po, ka qenë aktive, është përfshirë, në lojra kam parë që përfshihet e merr me shpirt, edhe në debata dhe në përfshihet. Po them në të tërën, jo vetëm në sfilat. Po them në komunikim, në lojra, në në situata, në mendime. Po dhe në këtë bazë, kush nuk e ka merituar as pak prej jush. Pra, prej 5 që të zgjedhur, kush nuk ka merituar prej jush për të qenë aty. Gjithë secila mendimin e vet. Unë mendoj që të gjitha vajzat që ishim aty e meritonim zgjedhjen nga juria, mendoj se ishte dura. Ato patjetër. Po, mendoj se ishte dura dhe ishte shumë fani si sfidë. Jemi kënaqur shumë, sidomos unë jam kënaqur edhe në backstage po. Edhe po ziheshim ndërkohë se kishim një limit kohor dhe ishim duke u zënë se cila do merrte takat, se nuk kishim takat numrin që duhej, por që u kënaqëm shumë edhe patjetër jo, sigurisht. Unë mendoj që Sara kur tha si sfidë, po t'ishte vetëm për drama ose vetëm për photoshooting, do e specifikonte, kështu që më aktive në lojë në të gjitha aspektet e saj, ishte pjesa në tërësi të She's on Topit. Por gjithsesi, edhe pse thash për Ingridin ose thash nëse mund të them edhe një emër plus Deni ose ndonjë tjetër, mendoj që ne që ishim shumë okay, që t'ja vërtetoja edhe një herë Suhit se kush është më i mirë se ajo. Faleminderit. Të bëj një pyetje vajza Po, Deni. kush është më e mirë se Suhi? Sepse unë fitova. Fitove sfidën. Të japi Flavia mendimin e vet një herë, pastaj po flasun se Jo, nuk e mbaj mend çfarë dësh. Jo, është i dur
Mendimi i juris ishte pyetja. Po, patjetër që po e dhash mendimin tim, mbarova. Okej, nga që po thoni me radhë. Ti bëj një pyetje Denit, jam kurioze. Deni kë do hiqe nga vajzat nëse do shtoje veten? Duke parë rezultatin me që doli që kishin veshur gocat, ose në vend të Negisës ose në vend të Flavjes, pasi nuk e pas shumë përkushtim që t'i jepshin veshjes. Thjesht morën nga një copë dhe e veshën. Po, të njëjtën pyetje ja bëj dhe Deris, kë do hiqje ti? Ndoshta John Hilton, sepse mu duk versioni më i thjeshtë. Domethënë mënyra se si ishte veshur. Versioni më i thjeshtë. Thjesht e kishe hapur atë. Tani John Hilton e meritoke, ë? Tani meriton ti. Pra mbam diçka. S'mund të diçka, Ida, patjetër. Nëse do kishte qenë në dorën tënde, kush do kishte qenë pesqja jote? Do kishte në dorën time. Negisa, Flavia patjetër, Giselda, Gjonilda, me Suid dhe Denit jam aty. Po pra, deri diku i shef në një nivel performanca? Apo... Po flas aktive në të tërën, jo në modeling, që mos të keq kuptohemi. Pra, aktive duke njerë të Deni dhe të Sui. Po, jam mes të dyjave, jam 50 me 50. Nuk dua t'i ndaj, do t'i kisha marrë të dyja. Mund t'i kthej një përgjigje Denit, lutem, se tha që thjesht veshë një copë dhe kaq. Unë atë copën e vesha që ishte një pellush, edhe mendoj që jo çdo kush do kishte rrezikuar që ta vishte pasgjë poshtë. Si asgjëmi? Pasgjë ishte. Po kishte të brëndshme? Po të brëndshme ti kisha, po pas një kombinim tjetër e kam fjalën, dhe që dukesha shumë cool, edhe më pëlqeu shumë dhe nga juria u vlerësua. Kështu dukesh shumë bukur, edhe festot veshësh ty pra bukur gjatë, po mirë tani e di për çfarë jam kurioze unë. Stilim, për tu stiluar, ti kishe dhënë pak më shumë disa Ida duke dashur të kategorinë aty mbas skenës, gjëra duken më easy, më të thjeshta, po kur je aty dhe ke presionin e kohës, është pak më hard dhe më vështirë. Giselda, kishe mundësinë e jetës në dorë nga fitoria që more nga kjo sfidë. Pse nuk zgjodhe konkurrente të tjera të çoje në nominim? Ka. Pra, kemi Zeinen dhe kemi Deris. Pse nuk e çove Flavian? Po s'isha dalë, kështu që jo, po mund të zgjidhte të çonte dy persona të tjerë në nominim. Më fal, ku ke pati në një show, në një emision, ku do që është ai emision që zgjidhen dy njerëz për nominim që janë të fortë? Flavia është absolutisht shumë e fortë. Nuk ka shanse që dilte. Unë mendoj që Zeina, një lojtar i zgjuar, njeriu i parë që një lojtar i zgjuar bën është të nominojë një njerëz që e sheh konkurrent të fortë. Ida, unë e shoh. Ti nuk e sheh konkurrente të fortë Flavian? Unë e shoh Flavian edhe Negisën, Ingridin dhe veten time pretendente për top 500, kështu që absolutisht nuk do të fusja aty. Po se ishte do bija në kontradikt me veten time. Unë aty fus njerëz që ti përcjellja nga shtëpia se jemi drejt fundit. Vetbesimin mund ta bësh të lëkundesh. Po nuk funksionon ashtu, kupto. Besimin kurr, prandaj nuk. Pra Ida, cili ka qenë specifikisht mendimi jot te sfida? Te kjo sfida që thua ti me vetbesim që unë e fitova, kush mendon se ishte më dobët në kreativitetin që bën? Flavia. Jo, ta them kështu drejt, nuk mendoj që është më dobët kështu në tërësi. Thjesht aty u tregua pak më e dobët se atë fustanin të flasim realitetin do e zgjidhja unë në fillim, kupto? Edhe Flavia tani për të bërë çik drama në thonjë se e zgjodhi kjo. Edhe duket aty që kur hika unë ja tërhoqa prapë mora, por ja lash në backstage dhe e veshi Flavia, edhe shqyr që se mora. Po mirë, Flavia veshi gjë më të thjeshtë, nuk është se veshi ndonjë hata të madhe, nuk është dhe atë fustanin se mendova se mos është bluzë. Po pra, ideja është edhe kjo pjesa minutashe. Ideja është që jeni konkurrente, luftoni të gjitha për të marrë një çmim, për të marrë vendin e parë. Nuk duhet të merreni kam shoqe këtë, kjo është gocë e mirë, ajo është gocë e mirë. Po nuk është kam shoqe, do bia kontradiktë me veten si me fut në Gisë, është budalliku më i madh. Lojtare zgjuar, duhet të kishe çuar në nominim një lojtar të fortë.
Një nga gocat që ti e mendon drejta më, sepse ti duhet heqësh një rrezik nga gara. Ida, aty në eliminim ishte për ti kur Kesiana, se nuk i mbaj mend edhe shumë mirë, edhe Lediona, Lola, që Lola do me thonë ishte... Në sfidën që bët ju të pesta, Flavia doli më e dopta. Ti pa tjetër duhet ta kishe qunë në nominim. Po të më kishte quar mua në nominim, prap nuk do kisha dalë, sepse vajza që Lëra atë nuk po marrin përfundimin, po flasin për një vendim të një lojtare që mban veten lojtare të fortë. Unë mendoj edhe thash në fillim që unë dua ti përcillte shtëpia ato që jo unë, domethënë në mënyra e të thënit, që më duken më të dobta dhe të marrojnë punë shpejt se na lodhën. Derisi ne ana shkaloj pak në këtë anë, se thjesht nga që nuk kam pasur, jo se e quaj të dobët, thjesht nuk kam pasur kështu. Ndërsa për Zenën tani kur ti e quan si konkurrente të fortë, nëse e çon në nominim, pse je sigurt që rrezikon të dalë? Po nuk jemi te bigu këtu Aida që e dobsoj, jemi në një pjesë sfilate. Po dëgjoje pyetjen dhe më përgjigj. Dëgjoje pyetjen, strategjia që ti zgjedh. Dëgjoje pyetjen me vëmendje. Në momentin që ti thua se Flavia është konkurrente e fortë, kur e çon në nominim nuk do të thotë që se s'bën duhet dali Flavia, mund dali ndonjë konkurrent tjetër. Por ama në sfidën që kishit ju të pesta, Flavia doli domosdoshmë më e dopta. Për mendimin tim se kapi thjesht një fustan e veshit dhe doli. Sui u lodh, ti u lodhe, Negisa u lodh, Gjonilda u lodh. Unë s'u lodha fare. E vrat mendjen. Po vetëm ti vësh 5 kollare, 6 kollare sa vure ti të lodhi. Nëse ke qenë vëmendshme Sara ka thënë Gisa ka marrë me Terezi, as në Gisa s'u lodhi. Unë nuk marr parasysh çfarë thot askush, unë marr parasysh çfarë them vet. Unë marr parasysh çfarë them vet. Dhe në momentin që ti e mendon Flavian si konkurrente të fortë, po e nxore në nominim, nuk do të thotë se detyrimisht do dali Flavia, do dilte Casey siç doli Casey. Unë pretendoja që të dilte Zene, kuptoj. Se duhet më ikte mua nominimi dobët kur të fusja Flavia në kotu, mendova që do dilte Zene. Kështu që kishte ika jo të shtëpia, po. Unë prandaj e futa. Çfarë duhet Zene? Gjithsesi kote iku nominimi, se nuk është se të doli asnjëra nga gocat që për faktin ton që jemi në dyja, Zena sot u bë për. Po se Zene deri te 8 do jetë edhe do e përcjellim dhe Zenën të shtëpia. Do na shohë në orën 5 me këto deklarata të tjera të forta, tepër të forta, ne do ta Visiana që mbante vetë tjetër publicitare, do të rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin 10 të dashur miq. Ridëgjojmë dhe rishihemi.